Qarkullimi i gjakut, mosha dhe vitaliteti mashkullor. Çfarë ndodh pas të 60 avë dhe pse ushqimi luajt rol vendimtar hyrje? Një e vërtet që shumica e meshkujve nuk e thon me zë të lartë. Pas moshës 60 vjeç, shumë meshkuj vërejnë ndryshime që nuk i kishin ndjerë më parë. Jo dhimbje të forta, jo sëmundje të menjëhershme, por një rënje graduale të energjisë, një lodhje që vjen më shpejt, një ndjesë ftohje në trup, këmbë që mpihen, duar që ftohen dhe mbi të gjitha një ndryshim i dukshëm në vitalitetin mashkullor. Shumë burra e konsiderojnë këtë si normale. Është mosha, thonë. Është plakja, justifikohen. Por ajo që rrallë thuhet është se në shumicën e rasteve, problemi nuk është mosha, por qarkullimi i gjakut. Qarkullimi i dobët nuk vjen pa pritur. Ai ndërtohet ngadalë për vite me radhë si rezultat i ushqimit të gabuar, mungesës së lëvizjes, stresit kronik dhe zakoneve që trupi i toleron për një kohë, por jo për gjithmonë. Kjo pjesë e parë synon të shpjegojë çfarë ndodh realisht me trupin e mashkullit pas të 60 avë. Pse qarkullimi i gjakut është çelësi e energjisë dhe vitalitetit, dhe pse ushqimi, sidomos ai i përditshëm, është arma më e fuqishme natyrale që kemi në dorë. 1. Çfarë është qarkullimi i gjakut dhe pse është jetik për trupin mashkullor? Qarkullimi i gjakut është sistemi që furnizon çdo qelisë të trupit me oksigjen, lëndë ushqyese dhe hormone. Gjaku është si një rrjet transporti biologjik. Nëse ky rrjet funksionon mirë, trupi funksionon mirë. Nëse ngadalësohet, çdo organ ndjen pasojat. Te meshkujt, qarkullimi i gjakut ka një rëndësi të veçantë për disa arsye. Muskuli i zemrës kërkon furnizim të vazhdueshëm. Truri varet nga oksigjeni për përqendrim dhe kujtesë. Muskujt kanë nevojë për qarkullim për forcë dhe qëndrueshmëri. Organet seksuale mashkullore varen drejt për drejt nga qarkullimi i mirë i gjakut. Kur qarkullimi dobësohet, shfaqen simptoma që shumë burra i injorojnë. Lodhje pa shkak të qartë, ftohje e këmbëve dhe duarve, ndjesi shpimi ose mpirje, rënje e dëshirës dhe performancës seksuale, rikuperim më i ngadalt pas aktivitetit fizik. Këto nuk janë shenja plakjeje, por sinjale alarmi nga sistemi vaskular. 2. Çfarë ndryshon në trup pas moshës 60 vjeç? Plakja nuk është sëmundje, por ajo sjell ndryshime biologjike të pashmangshme. Problemi lind kur këto ndryshime përshpejtohen nga zakone të gabuara. 2. Një ngurtësimi i enëve të gjakut. Me kalimin e viteve, arteriet humbasin elasticitetin. Ato bëhen më të forta, më të ngushta dhe më pak fleksibël. Kjo e vështirëson rrjedhjen e gjakut, veçanërisht drejt ekstremiteteve dhe zonës së legenit. 2. Ulja e prodhimit të oksidit nitrik. Oksidi nitrik është një substancë që ndihmon zgjerimin e enëve të gjakut. Me moshën, prodhimi i tij bie ndjeshëm, duke e bërë qarkullimin më të dobët. 2. Rritja e inflamacionit kronik. Inflamacioni i lehtë por i vazhdueshëm dëmton muret e enëve të gjakut dhe përshpejton plakjen vaskulare. 2. Ndryshimet hormonale. Testosteroni bie gradualisht dhe kjo ndikon jo vetëm në dëshirën seksuale, por edhe në masën muskulore, energjinë dhe qarkullimin. Të gjitha këto ndryshime bashkohen dhe krijojnë një realitet të ri për trupin mashkullor, por jo një dënim të pashmangshëm. 3. Pse vitaliteti seksual lidhet drejt për drejt me qarkullimin e gjakut? Kjo është një temë që shumë burra e shmangin, por e vërteta biologjike është e qartë. Funksioni seksual mashkullor është kryesisht një çështje qarkullimi gjaku. Pa qarkullim të mirë, sinjalet nervore dobësohen. Indet nuk marrin oksigjen të mjaftueshëm. Elasticiteti i enëve zvogëlohet. Përgjigjja fizike bëhet më e ngadaltë. Shumë meshkuj mendojnë se problemet seksuale janë hormonale ose psikologjike, por në realitet në mbi 70% të rasteve shkaku kryesor është vaskular. Kjo është arsyeja pse çdo strategji serioze për përmirësimin e vitalitetit mashkullor duhet të fillojë me përmirësimin e qarkullimit të gjakut. 4. Ushqimi, faktori që neglizhohet më shumë, por që ka fuqinë më të madhe. Shumë burra kërkojnë zgjidhje të shpejta, ilaçe, suplemente, produkte magjike, por harrojnë diçka themelore. Çdo qelizë e trupit ndërtohet nga ajo që hani çdo ditë. Nëse ushqimi juaj është i pasur me sheqer, përmban yndyrna të përpunuara, është i varfër në fibra dhe antioksidant, atëherë enët e gjakut dëmtohen çdo ditë pak nga pak. Por nëse ushqimi mbështet elasticitetin vaskular, rrit prodhimin e oksidit nitrik, atëherë trupi fillon të riparohet, edhe pas të 60 avë. 5.
Pse mëngjesi është momenti më kritik I ditës për qarkullimin? Shumë burra ose anashkalojnë mëngjesin, ose han ushqime të rënda dhe të gabuara. Por mëngjesi është momenti kur metabolizmi zgjohet, niveli I sheqerit stabilizohet. Qarkullimi I gjakut fillon të aktivizohet pas natës. Një mëngjes I gabuar ngushton enët e gjakut, rrit inflamacionin, shkakton lodhje që në orët e para, ndërsa një mëngjes I zgjedhur me kujdes mund të përmirësoj qarkullimin për gjithë ditën, rris energjinë mendore dhe fizike, mbështes vitalitetin mashkullor. Kjo është arsyeja pse shumë ekspertë konsiderojnë mëngjesin si ilaçin e parë të ditës. 6. Mesazh I rëndësishëm për meshkujt mbi 60 vjeç. Plakja nuk do të thotë rënje e pashmangshme. Dobësimi nuk është fat. Humbja e vitalitetit nuk është dënim. Në shumë raste, është thjesht rezultati një qarkullimi të lënë pas dore. Dhe qarkullimi, ndryshe nga shumë gjëra të tjera, mund të përmirësohet. Në pjesët në vijim, do të flasim konkretisht për ushqimet që ndihmojnë qarkullimin, kombinimet më të mira ditore, gabimet që duhen shmangur, dhe si të ndërtoni një rutinë që mbështet trupin mashkullor edhe pas të 60-ave. Ushqime që përmirësojnë qarkullimin e gjakut tek meshkujt mbi 60 vjeç. Çfarë duhet të hani dhe pse funksionon hyrje? Kur ushqimi bëhet mjekësia më e fuqishme. Çfarë ndodh me qarkullimin e gjakut pas moshës 60 vjeç, dhe pse kjo ndikon drejt për drejt në energji, shëndet dhe vitalitet mashkullor? Tani vjen pyetja më e rëndësishme. Çfarë mund të bëjmë konkretisht? Përgjigjja nuk fillon te farmacia. Fillon në kuzhinë. Shkenca moderne është gjithnjë më e qartë. Disa ushqime kanë aftësinë të përmirësojnë qarkullimin e gjakut, të zgjerojnë enët, të ulin inflamacionin dhe të mbështesin funksionin vaskular. Edhe tek meshkujt mbi 60 vjeç. Në këtë pjesë do të analizojmë ushqimet kryesore që ndikojnë drejt për drejt në qarkullimin e gjakut. Pse funksionojnë dhe si duhen konsumuar për efekt maksimal. 1. Panxhari, ushqimi më I fuqishëm për enët e gjakut. Panxhari është ndër ushqimet më të studiuara për përmirësimin e qarkullimit. Pse është kaq I fuqishëm? Panxhari është I pasur me nitrate natyrale, të cilat në trup shndërrohen në oksid nitrik. Kjo substancë zgjeron enët e gjakut, përmirëson rrjedhjen e gjakut, ul presionin e gjakut, ndihmon furnizimin e indeve me oksigjen. Për meshkujt mbi 60 vjeç, ky mekanizëm është jetik, sepse prodhimi natyral I oksidit nitrik bie me moshën. Si ta konsumoni panxharin? Panxhari zier ose I pjekur. Lëng panxhari I kombinuar me mollë ose limon. I grirë në sallata. Konsumimi 3-4 herë në javë mund të japë përmirësime të ndjeshme në qarkullim. 2. Hudra, ilaçi I vjetër që shkenca e konfirmon. Hudra është përdorur prej mijëra vitesh në mjekësinë popullore, por sot ajo është mbështetur fort nga studimet shkencore. Si ndikon hudra në qarkullim? Ul inflamacionin vaskular. Ndihmon zgjerimin e enëve të gjakut. Parandalon ngurtësimin e arterieve. Ul kolesterolin e keq, LDL. Substanca aktive allicin është çelësi këtyre efekteve. Si ta përdorni? Hudhër e freskët, e shtypur 1-2 thelpinj në ditë. E shtuar në ushqim pas gatimit, jo e djegur. Konsumimi I rregullt ndihmon qarkullimin afatgjat. Jo efekt të menjëhershëm, por të qëndrueshëm. 3. Arrat dhe bajamet, yndyrna që ushqejnë arteriet. Shumë meshkuj kanë frikë nga yndyrnat, por jo të gjitha yndyrnat janë të këqija. Arrat dhe bajamet janë të pasura me yndyrna të shëndetshme. Arginin ndihmon prodhimin e oksidit nitrik. Pse janë të rëndësishme për qarkullimin? Përmirësojnë elasticitetin e enëve. Ulin inflamacion. Mbështesin funksionin e zemrës. Si ti konsumoni? Një grusht I vogël në ditë. Ideale në mëngjes ose si snack. Konsumi I moderuar është qelësi. Teprimi sjell kalori të panevojshme. 4. Peshku I yndyrshëm mbrojtësi I arterieve. Peshqit si salmoni, sardelia, skumbria janë burimi pasur I omega 3. Efektet kryesore. Ulin inflamacionin kronik. Parandalojnë piksjen e gjakut. Përmirësojnë rrjedhjen e gjakut. Mbështesin shëndetin e zemrës. Omega 3 ndihmon që gjaku të rrjedhë më lirshëm dhe më efikas. Sa shpesh? 2-3 herë në javë. Për meshkujt mbi 60 vjeç, peshku është ushqim kyç. 5. Frutat e kuqe, mburoja e enëve të gjakut.
Boronicat, lule shtrydhet, mjedrat janë të pasura me antioksidant flavonoid. Çfarë bëjnë këto substanca? Forcojnë muret e enëve, përmirësojnë qarkullimin periferik, ulin dëmtimet oksidative. Si ti përdorni? Të freskëta, në kos natyral, në smoothie pa sheqer. Konsumi rregullt, sidomos në mëngjes. 6. Çokolata e zezë, kënaqësi që ndihmon qarkullimin. Jo çdo çokoladë, por çokolata e zezë me mbi 70 i kakao. Pse funksionon? Kakao përmban flavonoide. Ndihmon zgjerimin e enëve. Përmirëson rrjedhjen e gjakut. Sasia e duhur. 1-2 copa të vogla në ditë. Teprimi e humb efektin pozitiv. 7. Çaji i jeshil, stimulues i but vaskular. Çaji i jeshil përmban katekin, një antioksidant i fuqishëm që përmirëson qarkullimin. Ulfa mbështet metabolizmin. 1-2 filxhan në ditë janë të mjaftueshëm. 8. Uji elementi më i nënvlerësuar. Pa ujë të mjaftueshëm, gjaku bëhet më i trash. Qarkullimi ngadalësohet. Lodhja rritet. Meshkujt mbi 60 shpesh pinë më pak ujë se sa duhet. Minimumi 1-5-2 litra në ditë nëse nuk ka kundërindikacione mjekësore. Asnjë ushqim i vetëm nuk bën mrekulli, por kombinimi i duhur i konsumuar rregullisht mund të ndryshojë ndjeshëm mënyrën si ndihet trupi. Qarkullimi nuk përmirësohet brenda një dite, por përmirësohet me çdo zgjedhje të mirë ushqimore. Mëngjesi ideal për meshkujt mbi 60 vjeç. Si të filloni ditën për të përmirësuar qarkullimin e gjakut dhe vitalitetin hyrje. Fuqia e mëngjesit. Siç përmendëm më parë, mëngjesi nuk është thjesht një vakt i vogël pas gjimit, por një moment kritik që vendos ritmin e energjisë për gjithë ditën. Në moshën mbi 60 vjeç, mëngjesi i gabuar mund të ulë qarkullimin, të ngadalësojë metabolizmin dhe të dëmtojë funksionin vaskular. Por mëngjesi i duhur mund të jetë armë natyrale për qarkullimin e gjakut, për energji, fokus dhe vitalitet seksual. 1. Parimet e mëngjesit për qarkullim optimal. Para se të listojmë ushqimet dhe kombinimet, është e rëndësishme të kuptoni parimet bazë që çdo mëngjes duhet të respektojë. Fibrat janë të domosdoshme. Përmirësojnë tretjen. Mbajnë sheqerin në gjak të stabilizuar. Ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit vaskular. Proteinat e lehta. Forcojnë muskujt dhe zemrën. Ndihmojnë prodhimin e hormoneve dhe enzimeve. Yndyrnat e shëndetshme. Përmirësojnë elasticitetin e enëve të gjakut. Rrisin prodhimin e oksidit nitrik. Antioksidantët natyral. Luftojnë dëmtimet oksidative të arterieve. Mbështesin energjinë mendore dhe qarkullimin periferik. Lëngu i mjaftueshëm. Parandalon trashjen e gjakut. Ndihmon qarkullimin e lirë. 2 shembuj konkret të mëngjeseve që përmirësojnë qarkullimin. 2. Mëngjesi me panxar dhe hudhër. Një gotë lëng panxari kombinuar me mollë dhe limon. Një thelpi hudhre të grirë ose të shtuar në sanduiç me bukë integrale. Një grusht arash ose bajamesh. Efekti. Përmirëson prodhimin e oksidit nitrik. Rrit rrjedhjen e gjakut dhe forcon elasticitetin e enëve. 2 mëngjesi proteinik me peshk. Salmon i pjekur ose sardel. Sallat me spinaq dhe domate. Një fet bukë integrale. Efekti. Omega-3 nga peshku dhe antioksidantët nga perimet forcojnë qarkullimin dhe parandalojnë inflamacionin. 2-3. Mëngjesi i ëmbël me fruta të kuqe. Boronica, lule shtrydhe ose mjedra. Kos natyral ose qumësht bajame. Pak çokoladë e zezë e grirë. Efekti. Flavonoidet nga frutat dhe kakao ndihmojnë zgjerimin e enëve të gjakut dhe energjinë mendore. 2-4. Smoothie e energjie. Spinaq, panxar, mollë, hudhër. Pak arë dhe lëng limoni. Ujë ose qumësht bajame. Efekti. Kombinim që aktivizon qarkullimin dhe furnizon trupin me lëndë ushqyese të domosdoshme që në mëngjes. 3. Gabimet që duhet shmangur në mëngjes. Mëngjeset me sheqer të tepërt. Drithëra me sheqer, ëmbëlsira industriale. Rrisin inflamacionin dhe ulin qarkullimin. Pije të gazuara ose kafe shumë të fortë pa ushqim. Mund të ngushtojnë enët e gjakut dhe të shkaktojnë lodhje. Anashkalimi i mëngjesit. Ul nivelin e energjisë. Ndikon negativisht në qarkullimin periferik. 4. Këshilla praktike për një mëngjes të suksesshëm. Gjithmonë përfshini një burim proteinash dhe fibra. Përdorni yndyrna të shëndetshme.
arrat, farat, avokado. Përfshini të paktën një element të pasur me oksid nitrik. Panxar, spinaq. Pini 1-2 gota ujë menjëherë pas zgjimit. Konsumoni fruta të kuqe ose antioksidant natyral për të mbrojtur arteriet. 5. Shembull i një mëngjesi të plot për meshkujt mbi 60. 1 gotë lëng panxari me mollë dhe limon. 2 feta bukë integrale me avokado dhe hudhër të shtypur. 1 grusht arash ose bajamesh. 1 filxhan çaj jeshil. Ky mëngjes jo vetëm përmirëson qarkullimin, por gjithashtu mbështet energjinë dhe fokusin për gjithë ditën. Mëngjesi është themeli i një dite të shëndetshme. Nëse nisni ditën me zgjedhje ushqimore që përmirësojnë qarkullimin, efekti ndjehet menjëherë dhe mbi të gjitha ndihmon trupin të funksionojë si në të 40-at, edhe pas të 60 vjeç. Strategjitë ditore që përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe mbajnë vitalitetin pas të 60-ave hyrje. Një ditë e shëndetshme fillon me zgjedhje të thjeshta. Ushqimi dhe mëngjesi janë themeli, por qarkullimi i gjakut nuk varet vetëm nga ajo që ham, por edhe nga çdo zgjedhje e vogël që bëjmë gjatë ditës. Në këtë pjesë do të shqyrtojmë zakone dhe strategjitë që mund t'i përfshini në rutinën tuaj të përditshme, për të mbajtur arteriet të shëndetshme, gjakun të rrjedhlirshëm dhe për të ruajtur energjinë dhe vitalitetin. 1. Aktiviteti fizik, lëvizja është ilaçi më i mirë. Një përse lëvizja është kaq e rëndësishme pas të 60-ave. Nxit qarkullimin e gjakut në gjithë trupin. Forcon muskujt dhe zemrën. Ndihmon në prodhimin natyral të oksidit nitrik. Përmirëson fleksibilitetin e arterieve. 1-2 aktivitetet më efektive. Ecja. 30-40 minuta në ditë, ritëm i moderuar. Noti ose aktivitetet ujore. Zvogëlon presionin në gjymtyr dhe ndihmon qarkullimin. Shtrirje dhe ushtrime fleksibiliteti. Yoga ose pilates. Ushtrime të forcës. Me peshë të lehtë ose trupa i vet 2-3 herë në javë. Edhe lëvizja e vogël, si ecja pas drekës, ndihmon ndjeshëm. 2. Menaxhimi i stresit për qarkullimin e shëndetshëm. Stresi kronik është armiku i arterieve. Kur jemi të stresuar, presioni i gjakut rritet. Gjaku bëhet më i trash. Rritet inflamacioni. Strategji efektive. Meditim ose frymëmarrje të thellë. 10-15 minuta në ditë. Shëtitje në natyrë. Kombinimi lëvizjes dhe relaksimit. Hobi kreativ, piktur, muzik, kopshtari. Kufizimi i lajmeve stresuese dhe rrjeteve sociale. Stresi i ulët do të mbajë arteriet elastike dhe qarkullimin optimal. 3. Gjumi, qelësi për rigjenerim. Gjumi i mirë është një faktor që shumë meshkuj mbi 60 e neglizhojnë. Pa gjumë cilësor, trupi nuk riparon arteriet. Qarkullimi periferik ngadalësohet. Rritet rreziku për hipertension dhe inflamacion. Këshilla praktike për gjumë të mirë. Shkoni në shtrat në orë të rregullta. Mos përdorni ekrane të ndezur 1-2 orë para gjumit. Mbani dhomën të freskët dhe të errët. Mund të përdorni teknika relaksimi si frymëmarrja 4-7-8. Gjumi i mirë mbështet qarkullimin dhe shëndetin vaskular. 4. Hidratimi i vazhdueshëm. Pa ujë të mjaftueshëm, gjaku bëhet më i trash dhe qarkullimi ngadalësohet. Meshkujt mbi 60 shpesh pinë më pak ujë se sa duhet. Këshilla praktike. 1-2 gota ujë menjëherë pas zgjimit. 1 gotë ujë para çdo vakti. Pini ujë gjatë gjithë ditës, jo vetëm kur ndjeni etje. Gjaku i holluar rrjedh më lehtë dhe furnizon organet më mirë. 5. Shmangia e zakoneve që dëmtojnë qarkullimin. Disa zakone janë vrasës të fshehtë të qarkullimit. Pirja e tepërt e alkoolit. Duhani ose ekspozimi ndaj tymit të duhanit. Konsumimi i ushqimeve shumë të përpunuara. Ulja e aktivitetit fizik. Shmangia e tyre ka efekt të menjëhershëm dhe afatgjat. 6. Kombinimi i ushqimit me aktivitetin. Një sekret që shumë meshkuj nuk e kuptojnë. Ushqimi dhe aktiviteti fizik i punojnë më mirë së bashku. Pas mëngjesit të shëndetshëm, bëni ecje 15-20 minuta. Konsumoni një snack të shëndetshëm pas aktivitetit. Përzieni fibra, antioksidant dhe yndyrna të shëndetshme gjatë gjithë ditës. Kjo rrit oksigjenimin e indeve dhe përmirëson funksionin vaskular. 7. Monitorimi i shëndetit. Në moshën mbi 60, kontrolli i rregullt i shëndetit nuk është opsional. Matni presionin e gjakut rregullisht. Bëni kontrolle të kolesterolit dhe triglicerideve.
Konsultohuni për çdo ndryshim në funksionin seksual ose lodhje të pazakontë. Parandalimi dhe ndërhyrja e hershme janë çelësi për një qarkullim të shëndetshëm. Nuk ka sekret të fshehtë. Jetesa e shëndetshme dhe zgjedhjet e vogla të përditshme bëjnë diferencën midis një burri që ndihet vital dhe një burri që ndjen lodhje, dobësi dhe probleme qarkulluese. Qarkullimi i gjakut nuk është vetëm ushqim, është një kombinim i të gjithave. Ushqimi, lëvizja, stresi, gjumi dhe zakone ditore. Plan javor për meshkujt mbi 60. Si të mbani qarkullimin e gjakut dhe vitalitetin në majhyrje. Nga teoria në praktikë. Në pjesët e mëparshme kemi analizuar pse qarkullimi i gjakut dobësohet pas të 60. Ushqimet që e përmirësojnë atë. Mëngjesin ideal. Zakone dhe strategji ditore. Tani është momenti për të lidhur të gjitha këto njohuri në një plan praktik javor. I lehtë për të ndjekur, i bazuar në zakone të shëndetshme dhe ushqime natyrale. 1. Struktura bazë e ditës. Çdo ditë duhet të përmbaj mëngjes të pasur me fibra, proteina dhe antioksidant. Aktivitet fizik minimal 30 minuta. Snack të shëndetshëm pasdite, arr, fruta të kuqe, çokoladë e zezë. Vaketi kryesor me proteina dhe perime. Hidratim konstant. Gjumi cilësor 7-8 orë. 2. Shembull plan javor e hënë. Mëngjesi. Lëng panxari me mollë dhe limon. Bukë integrale me avokado, një grusht arash. Aktiviteti. Ecje 30 minuta në mëngjes. Snack. Një copa çokoladë e zezë, boronica. Dreka. Salmon i pjekur me sallat spinaq, domate dhe far lule dielli. Mbrëmja. Çaj jeshil, shëtitje 15 minuta para gjumit. E martë. Mëngjesi. Smoothie me spinaq, panxar, mollë dhe hudhër, një grusht bajamesh. Aktiviteti, yoga ose shtrirje 20 minuta. Snack. Mjedra ose lule shtrydhe me kos natyral. Dreka. Pule e pjekur me perime të ziera, pak oriz integrale. Mbrëmja. Frymarrje e thellë dhe gjumë 7-8 orë. E mërkur. Mëngjesi. 2 feta bukë integrale me avokado dhe hudhër, një grusht arash. Aktiviteti. Ecje shpejt 30 minuta. Snack. Një copë çokoladë e zezë, pak boronica. Dreka. Peshk i yndyrshëm me sallat mix me panxar. Mbrëmja. Shëtitje 15 minuta, meditim i lehtë. Ente. Mëngjesi. Lëng panxari me mollë, bukë integrale me avokado. Aktiviteti, pilates ose shtrirje 20 minuta. Snack, bajame, fruta të kuqe. Dreka. Pul me sallat me spinaq, domate dhe far lule dielli. Mbrëmja. Çaj jeshil, frymarrje dhe gjumë. E premte. Mëngjesi. Smoothie me spinaq, panxar, mollë, hudhër, një grusht arash. Aktiviteti. Ecje 30 minuta ose not i lehtë. Snack, çokoladë e zezë, boronica. Dreka. Salmon me perime të pjekura dhe pak quinoa. Mbrëmja, shëtitje dhe relaksim. E shtunë. Mëngjesi. 2 feta bukë integrale me avokado dhe hudhër, një grusht bajamesh. Aktiviteti. Aktivitet fizik i lehtë, ecje ose kopshtari 30 minuta. Snack, fruta të kuqe ose smoothie i vogël. Dreka. Peshk i yndyrshëm me sallat mix. Mbrëmja. Çaj jeshil dhe shtrirje para gjumit. E diel. Mëngjesi. Lëng panxari me mollë dhe limon, bukë integrale me avokado. Aktiviteti. Ecje gjatë në natyrë 40 minuta. Snack, arr dhe boronica. Dreka. Pul ose mish i bardh me perime të pjekura. Mbrëmja. Meditim, frymarrje dhe gjumë cilësor. 3. Këshilla praktike për zbatimin e planit. Përshtatni ushqimet sipas shijes dhe disponueshmërisë. Kombinoni ushqimi me lëvizje. Ecja pas vakteve ndihmon tretjen dhe qarkullimin. Mos e neglizhoni hidrimin, uji i mjaftueshëm është themeli i çdo strategjie. Monitoroni progresin, matni presionin, energjinë dhe gjendjen fizike çdo javë. Mbani fleksibilitet, një ditë pushimi ose ndryshimi nuk e dëmton progresin. 4. Përfitimet e ndjekjes së këtij plani. Përmirësohet qarkullimi i gjakut në gjithë trupin. Rritet energjia dhe vitaliteti. Mbështet shëndetin kardiovaskular dhe funksionin seksual. Zvogëlohet lodhja dhe inflamacioni. Rritet mirëqenia mendore dhe fizike.
Mosha nuk është një barrier për vitalitetin. Qelësi qëndron tek zgjedhjet e ditës, ushqimi i duhur, zakonet e shëndetshme dhe aktiviteti fizik i moderuar. Kur kombinojmë këto elemente, edhe pas të 60 avë mund të kemi qarkullim të shëndetshëm, energji të lartë dhe vitalitet maksimal. Ky plan javor është një udhërfyes praktik që nëse ndiqet me përkushtim, sjell rezultate të prekshme në shëndetin vaskular dhe jetën e përditshme.